Për herë të parë në Shkodër është organizuar një konkurs teatrosh për shkollat 9-vjeçare të bashkisë. Në këtë aktivitet marrin pjesë rreth 20 shkolla ku nxënësit prezantojnë krijimtaritë e tyre përpara një jurie profesioniste, me synimin për të vlerësuar më të mirët. Le që një kohë keni ju të dykushin, po turpe e faqe e zi se si do të dalin përpara. Po ja. Po si do të themi mirë mëngjese, mirë mbrëma, moj ç'të të them? Po si tjetë vafti do të dalin përpara, tash si do të dalin përpara? Si tjetë vafti? Drejtuesja e Zyrës Vendore të Arsimit e cilëson këtë konkurs si një risi të veçantë që forcon bashkëpunimin mes shkollave dhe nxit promovimin e talenteve të reja në fushën e artit skenik. Ne kemi një eksperiencë të ngjashme me gjimnazet, që ka qenë një bashkëpunim i Zyrës Vendore Arsimore me Teatrin Migjeni Shkodër dhe në fakt ka rezultuar eksperiencë shumë pozitive, qoftë nga përfshirja e shkollave, angazhimi i nxënësve, por edhe nga ana tjetër edhe evidentimi i talenteve dhe pikërisht tashmë po e shtrim këtë eksperiencë edhe në shkollat 9-vjeçare. Ne na ndihmon shumë në mënyrë që të evidentojmë talentet e reja në shkolla, nga njëra anë, nga ana tjetër na ndihmon shumë që të krijojmë bashkëpunim mes shkollave, sepse formë bashkëpunimit është rritja e vetbesimit të nxënësve është një ndër faktorët kryesor. Ky aktivitet vjen si një bashkëpunim mes institucioneve arsimore dhe aktorëve të njohur të qytetit, të cilët janë pjesë e jurisë dhe kontribuojnë në vlerësimin profesional të performancave të nxënësve. Me shkollat e mesme është kthy tashmë në traditë prej disa vitesh dhe është një gjë shumë e mirë dhe shumë e rëndësishme që fëmijët që nga këto mosha të fillojnë dhe të njohin artin, të kenë dashuri për artin, sepse nesër këtu mund dalin talente që do të interpretojnë në skenat mëdha, në skenat profesioniste, ose edhe jashtë kufive të Shqipërisë. Me qenë sa viti i parë tash do të jetë gati eksperimentale, por shohim vite tjera në vazhdim do të jenë ndoshta edhe më të përkupuar edhe do të punojnë më shumë seriozisht. Për mua është hera parë që jam në një juri të festivaleve të teatrove. Unë jam vetë produkt i festivalit të teatrove, sepse fillimet e mia ishin me festivalin e shkollave të mesme dhe derë që u vlerësova, u rrita pak profesionalisht dhe jam këtu pjesë e kësaj jurie dinjitoze me thënë të drejtën për me vlerësu të rinjt, të vegjëlit më saktë, sepse këto janë ardhmja e teatrit këtu për ne, sepse gjithçka fillon me të vegjëlit. Konkursi synon të evidentojë talentet e spikatura mes të rinjve, duke u dhënë atyre një mundësi për të zhvilluar aftësitë artistike dhe për të hedhur hapat e parë drejt skenave më të mëdha teatrore.